urime festa e Kurban Bayramit, kësaj radhe nga qendra e qytetit Vil, qyteti i Vil në Zvicër, i cili numëron 28.000 banor në qendër të qytetit sot në emër dhe në kuadër të Xhamis Vil po shpërndajmë ëmbëlsira të cilët do t'i pranojnë njerëzit, të cilët rastësisht sot kalojnë nga qendra. Qofshin këta njerëz nga komuniteti musliman, jo musliman dhe pse jo, dhe gjithë qytetarë të tjerë. Qyteti i Vilit pra neve na ofron shumë kënaqësi duke lejuar ndërtimin e xhamis, duke lejuar varrezat muslimane, mësim besimi islam në përshkolla dhe duke u futur po ashtu edhe në shumë institucione shtetërore dhe këtë xhamia e Vilit din ta e falenderoj, duke qëndruar me 2000 ëmbëlsira në ditën e Bajramit në qendër këtu dhe në këtë moment dëshirojmë t'ju thuajmë të gjithëve mirë se vini në qytetin e Vilit, mirë se vini në vendin ku besimtarët gëzojnë liritë e tyre dhe besimtarët musliman. Në plakatën që shihni mbas shpinës time është një plakatë e madhe që shënon. Ne dëshirojmë ta e ëmbëltojmë bashkëjetesën me këta ëmbëlsira. Mirë se vini në qytetin e Vilit, besoni se nuk do t'i bjeni pishmanit. Për hajër Bajrami ku do qeni, qofshit mirë, wassalamu alaikum wa rahmatullah.